Kufit për kredit që japin bankat për blerjen e banesave do hynë në fuqi javën e parë të qershorit. Vendimi i Bankës së Shqipërisë që përcakton rregullat e reja që duhet të ndjekin bankat është publikuar në fletorin zyrtare, ku specifikohet se do hyjë në fuqi pas 15 ditësh dhe do fillojë të zbatohet nga bankat për kredite reja për pasuri të paluajtshme rezidenciale, që disbursohen nga data 1 korrik 2025. Vendimi përcakton kufit të sipërm për treguesin raporti kredis ndaj vlerës, që ndryshon në varësi të monedës në të cilën merret kredia, apo nëse është shtëpi e parë apo e dytë. Më konkretisht në monedën lek, raporti kredis ndaj vlerës nuk duhet të kapërcej masën 85%, ndërsa në valutë 75%, ndërkohë për blerjen e një shtëpie të dytë devijuese, për monedën lek raporti nuk duhet të kapërcej vlerën 80%, ndërsa në valutë 70%. Po ashtu vendimi i Bankës së Shqipërisë vendos kufi të sipërm për treguesin raporti shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave në disbursim, duke specifikuar se për monedën lek nuk duhet të kapërcej vlerën 40% për shtëpinë e parë dhe 35% për shtëpinë e dytë e mëtej, ndërsa në kredi në valutë, ky raport nuk duhet të kapërcej vlerën 35% për shtëpinë e parë dhe 30% për të dytën e mëtej. Megjithatë, vendimi i Bankës së Shqipërisë lejon bankat që të zbatojnë kuota përjashtimi nga kufizimet e mësipërme në secilin prej treguesve, me kushtin që në total vlera e kredive të përjashtuara të mos kapërcej 15% të vëllimit të kredive të reja, që janë miratuar dhe disbursuar edhe pjesërisht gjatë 3 mujorit. Në këtë kuotë përjashtimi do përfshin lehtësitë e rifinancimit që jepen gjatë 3 mujorit për kredit ekzistuese dhe që mund të kapërcejnë kufirin e treguesit. Përjashtim nga rregullat e mësipërme do të përbëjnë kredit që disbursohen në kuadër të skemave që mbështesin politikat publike të strehimit, apo ato që jepen për rinovimet e banesave që lidhen me përmirësimin e efikasitetit të energjisë apo kalimin drejt burimeve të energjisë së rinovueshme.